Shkarkohen 8 ministra dhe 2 zëvendës ministra. Vazhdon debati për emrimin e ministrave të rinj. Kryetari i Komunës së Çajirit Izet Meçiti tha se në vend kalimin ilegal në Bit Pazar mund të vendosen semafor, ura mund të prishet. Shtrejtohen derivatet e naftes. Nga mesnata, çmimi i dizelit rritet për 5.5 denar, benzinat rriten për 1.5 denar. Më 23 korrik nis festivali ndërkombëtar i muzikës Qarshia. E pranishme do të jetë sopranoja Inva Mula. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Deputetët votuan për shkarkimin e 8 ministrave dhe 2 zëvendës ministrave, ndërsa në proces është debati për emrimin e ministrave të rinj. Derisa nga ministrat kalojnë nga një ministri në tjetrën, kryeministri Kristian Mickoski tha se të gjithë ministrat e shkarkuar i kanë kryer detyrat e tyre me ndershmëri, profesionalizëm dhe përgjegjësi. Ndërkaq deputetja Elire Dauti e pyeti kryeministrin se kur gabon më shumë, kur emron apo shkarkon ministra. Kuvendi nisi procesin e rikonstruimit të qeverisë. Deputetët sot votuan shkarkimin e ministrave dhe zëvendës ministrave, ndërsa ka vazhduar debati për emrimin e ministrave të rinj. Kryeministri Kristian Mickoski nga foltorja e kuvendit arsyetoi shkarkimet dhe emrimet. Në fjalimin e tij ai deklaroi se të gjithë ministrat për të cilët është paraqitur propozim për shkarkim janë të ndershëm dhe njerëz me dinjitet dhe nder, të cilët i kanë kryer detyrat e tyre me ndershmëri, profesionalizëm dhe përgjegjësi. Që nga dita e parë që morëm përgjegjësinë thash se kjo qeveri nuk do të ishte një qeveri rehatie, por një qeveri rezultatësh. Nuk do të jetë një qeveri në të cilën funksionet do të konsideroheshin një drejtë e fituar, por një detyrim që duhet të fitohet nga e para për çdo ditë. Ky nuk është një slogan politik, ky ishte një parim. Ndërkaq deputetja e lidhjes shqiptare Elire Dauti e pyeti kryeministrin se kur gabon më shumë, kur emron apo kur shkarkon ministra. Jo vetëm ne, po edhe vetë kryeministri nuk beson në përzgjedhjet e veta. Ai shpesh po i ndron njerëzit të cilët vetë i vendos në krye të pozitave dhe i bie që tashmë pra kemi këtë pikë të përbashkët që ai gabon. E din edhe ai vetë se gabon në përzgjedhjen e kuadrove për të hequr me shtet që kur gabon më shumë, a kur i emron të njëjtit apo kur i shkarkon të njëjtit. Ndërsa deputeti i BDI-s Ilir Hasani lëre që nuk e kritikoi ministrin e shkarkuar të shëndetësisë Azir Aliu, por krejt fajin e përqendroi tek partia që, siç tha ai, nuk e mbështeti. E deklarata e tij e tërhoqi edhe vëmendjen e kryeministrit, i cili nisi të marrë shënime, derisa po dëgjonte deputetin me shumë kujdes. Mendoj se gabimi më i madh do ishte që t'i akuzoj ministrat të cilët sot edhe kryeministri falenderoj për punën e tyre që kanë bërë. Mendoj se problemi nuk është vetëm figura ose ministri, po problemi është se ata ministra, e sidomos të them për ministrin e shëndetësisë, nuk e pati mbështetjen e partisë e cila e ka sjellur këtu dhe nuk e pati mbështetjen e partnerëve të qeverisë. Deputeti Halil Snopçe kritikoi kryeministrin se pse nuk dha arsye për shkarkimin e ministrave. E dëgjuam kryeministrin i cili dha propozim për shkarkimet për ministra, e në anën tjetër i lavdëroi ministrat. Kryeministër, kjo është oksimoron. Nëse ministrat ishin të mirë, nuk do duhet të shkarkoheshin. Ne nuk dëgjuam arsye se pse shkarkohen. Nga ana juaj kryeministër dëgjuam një arsyetim filozofik. Deputeti Levicës Borislav Kërmov mendon se ky rikonstruim po e fuqizon Vlenin dhe druan se me dhënien e Ministrisë së Shëndetësisë shqiptarizohet edhe gjyqësori. Vlen nga ky rikonstruim do dalë më e fuqishme, fiton plus një resor, pra e merr resorin e drejtësisë. Me këtë bëhen dy gjëra. E para, ju forcohet pozita në krahasim me BDI-n dhe ju jepet drejtësia me çka në altarin e kalkulimeve politike e vendosin gjyqësorin, sepse de facto nëse pranojmë që provimi i jurisprudencës të jepet në gjuhën
shkruan shqipe, atëherë de facto po hym në një proces në të cilin edhe gjyqësori Maqedonas do të jetë dy gjuhësh në planin afatgjat. Kuvendi shkarkoi ministrat Igor Filkov, Zlatko Perinski, Ivan Stojković, Svetan Tripunovski, Zoran Lutkov, Azir Aliu, Fatmir Limani, Shaban Saliu dhe zëvendës ministrat Gjoko Velkovski dhe Sedat Sulejmani. Ndërsa pritet të emrohen jeton shasivari në drejtësi Ivan Stojković nga Ministria e Marrëdhënieve midis bashkësive në veçqeverisje lokale, Sasho Klekovski në shëndetësia, Gonferati në Ministrinë e Marrëdhënieve midis bashkësive, Boshte Serafimovski në bujqësi, Gjoko Velkovski në politikë sociale, Sedat Sulejmani në kulturë dhe Erxhan Demir do ta zëjë vendin e Shaban Saliut. Kryetari Komunës Çajirit Izet Megjiti tha se po shqyrtohen dy opsione për vendkalimin ilegal në Bitpazar. Megjiti tha se ky vendkalim duhet të rregullohet për shkak të tregtarëve të cilët e shohin si të domosdoshëm këtë vendkalim. Megjiti ka deklaruar se ky vendkalim një kohë ishte i mbyllur, por u hap përsëri për shkak të kërkesave të bizneseve. Së fundmi këtu është rënuar objekti i njohur si Alito Bako, i cili vlerësohej se ishte biznesi që kishte më së shumti nevojë për këtë vendkalim. Jemi duke shqyrtuar dy opsione, domethënë opsioni më i mundshëm është vendosja e semaforit aty. Dhe opsioni tjetër është rënimi i urës dhe nëse do të pengesa ajo, domethënë atëherë me që nuk është në funksion të plot, pra nuk shfrytëzohet nga qytetarët, mund të jetë edhe opsion domethënë prishja e urës për ta rregulluar atë vendkalimin aty, për shkak se ka nevojë. Ajo një kohë u mbyll, mirë po me kërkesë pra të Bitpazarit, ku ka shumë familje që sigurojnë ekzistencën, pra është rikriju vendkalimi që është aty për interes të biznesit, pra për interes të pazarit. Rikthimi i tensioneve në lindjen e mesme është ndjerë veçanërisht tek çmimi i derivateve të naftës. Komisioni Rregullator për Energjetik ka njoftuar se nga mesnata çmimi i karburanteve do të rritet mesatërisht për 3,59%. Efekti krismave të raketave të shkëmbyer mes SBA-s dhe Iranit është ndëgjuar edhe këtu. Rikthimi i tensioneve në lindjen e mesme është ndjerë veçanërisht tek çmimi i derivateve të naftës, të cilat kanë shënuar një rritje të ndjeshme. Komisioni Rregullator për Energjetik ka njoftuar se nga mesnata çmimet e karburanteve do të rriten mesatërisht për 3,59%. Me vendimin e ri, çmimet e benzinave do të rriten për 1,5 denar për litër, kështu që 1 litër Euro Super 95 do të shitet me çmim prej 87 denar, ndërsa 1 litër Euro Super 98 do të kushtoj 89 denar. Dukshëm më shumë do të rritet edhe çmimi i dizelit, përkatësisht për 5,5 denar. Me rritjen e re, 1 litër Euro dizel do të shitet me çmim prej 88 denar për litër. Ndërkaq, çmimi i vajt ekstra të lehtë rritet për 4,5 denar për litër dhe nga mesnata do të shitet për 86 denar për litër. Kujtojmë se arritja e çmimeve të derivateve të naftës vjen si pasojë të tensioneve të vazhdueshme dhe sulmeve të herpashershme mes SBA-s dhe Iranit, edhe pse disa muaj më parë palet arritën një marrëveshje për armëpushim, incidentet dhe sulme sporadike kanë vazhduar, duke ndikuar në pasigurinë e tregjeve ndërkombëtare të energjisë dhe rrjedhimisht edhe në rritjen e çmimeve të derivateve. Nga 23 deri më 26 korrik do të mbahet festivali ndërkombëtar i muzikës Çarshia. Kryetari i Komunës Çajirit Izet Megjiti tha se Suliani dhe Kurshumliani do të shndrohen në skena ku muzika klasike do të takohet me historinë e Çarshisë së vjetër në drejtimin artistik të Inva Mulës dhe Dëshira Ahmetit. Komuna e Çajirit prezantoi sot programin e edicionit të parë të festivalit ndërkombëtar të muzikës Çarshia, i cili do të mbahet nga 23 deri më 26 korrik në ambientin autentik të Çarshisë së vjetër të Shkupit. Festivali është një nismë e re kulturore e komunës së Çajirit, e krijuar me synimin për të themeluar një traditë të re artistike që promovon muzikën klasike, forcon bashkëpunimin kulturor ndërkombëtar dhe vë në pa trashëgiminë historike e kulturore të Çarshisë së vjetër. Kryetari i Komunës së Çajirit, Izet Megjiti, theksoi se festivali përfaqëson një investim strategjik në kulturë dhe identitet. Kështu nga 23 deri më 26 korrik, Suliani dhe Kurshumliani do të shndrohen në skena ku muzika klasike do të takohet me historinë e Çarshisë së vjetër. Në drejtimin artistik të Inva Mulës dhe Dëshira Ahmetit, festivali do të mbledh artistë të shuar vendor dhe ndërkombëtar
duke sjellë një program që pasuron jetën kulturore të qytetit dhe jep atij dimensionin që meriton. Megjiti tha se ambicia e tyre shkon përtej 4 ditëve të festivalit, pasi që duan të ndërtojnë në një institucion kulturor që do të rritet në çdo edicion dhe që do të tërheqë artistë nga vende të ndryshme. Ai beson se kultura është ura më e fortë mes njerëzve dhe se festivali Çarshia është pikërisht një urë e tillë, ndërmjet traditës dhe bashkëkohores, ndërmjet trashëgimisë lokale dhe artit botëror. Ai tha se në drejtimin artistik të yjeve botërore të operës, festivali do të sjellë përmbajtje muzikore të nivelit më të lartë në një nga hapësirat historike më të rëndësishme të Shkupit, ndërkaq që gjatë programit 4 ditor do të performojnë artistë të njohur vendor dhe ndërkombëtar, ndërsa koncertet do të mbahen në hapësirat autentike të Suli Anit dhe Kurshumli Anit, duke e shndërruar Çarshinë e vjetër në një skenë të muzikës klasike dhe dialogut kulturor. Nga 1 tetori 2026, qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të kenë mundësi të deklarojnë në mënyrë vullnetare nëse dëshirojnë të jenë dhurues organesh pas vdekjes përmes modulit të ri në sistemin elektronik terminim. Ndërkohë është duke u zhvilluar fushata për të inkurajuar qytetarët për dhurimin e organeve. Kryetarja e shoqatës është rrallë të jesh i rrallë, Gordana Loleska, është përfshirë me një video adresim në kuadër të fushatës kombëtare, e cila realizohet nën moton "Dhurimi i organeve i jep kuptimin më të lartë humanizmit". Loleska tha se çdo ditë fillon me shpresë, por për shumë familje, çdo ditë është vetëm një tjetër pritje e gjatë dhe e pasigurt. Sipas saj, shumë pacientë me sëmundje të rralla përballen me diagnoza që me kalimin e kohës dëmtojnë organet vitale, ndërsa transplantimi i veshkës, mëlçisë dhe mushkërive mbetet shpesh shpresa e tyre e vetme për jetë. Дали моментот кога ќе ја слушнеш ретката диагноза за која што со години нема лек, или оној момент кога ќе ти соопштат дека со тек на времето ќе доведе до откажување на некој витален орган. Многумина не знаат дека голем дел од пациентите со ретки болести во текот на својата борба се соочуваат токму со оваа реалност. За нив, трансплантацијата на бубрек, црн дроб или бели дробови е единствениот преостанат спас за живот. Loleska theksoi se nuk flet vetëm si aktiviste, por me gjithë qënjen e saj, me gjithë ndjeshmërinë dhe forcën që ka, si nën dhe si prind, fëmia i së cilës ndodhet në listën e pritjes për transplantim organesh, ajo shtoi se kur vuan një antar i familjes, vuan e gjithë familja. Тогаш секојдневието станува борба во која еднината зависи само од еден повик, од една одлука. Како родител, нема поголема болка од тоа да ја гледаш немојкта пред болеста, но нема ни поголема сила од надежта во градите. Во нашиот дом, секоја секунда е борба, а секој очекување на срцето е молитва за шанса за нов живот. Loleska gjithashtu sqaroi se dhurimi i organeve është akti më i lartë i humanizmit, një vendim që edhe në momentet më të vështira mund të jap jetë dhe shpresë një personi tjetër. Nga 1 tetori 2026, qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të kenë mundësi të deklarojnë në mënyrë vullnetare nëse dëshirojnë të jenë dhurues organesh pas vdekjes, përmes modulit të ri në sistemin elektronik, termini im. Vitin e kaluar, qytetarët kanë deklaruar të ardhurat të përgjithshme në vlerë prej mbi 612 miliard denarësh, ndërsa tatimi i llogaritur mbi të ardhurat personale arrin në 39.8 miliard denar. Drejtoria e të ardhurave publike njofton se krahasuar me vitin 2024, të ardhurat e përgjithshme të deklaruara në deklaratat vjetore tatimore janë rritur për 74.1 miliard denar, ndërsa tatimi mbi të ardhurat personale është rritur për 4.86 miliard denar. U bëjnë thirrje të gjithë personave fizik që ende nuk kanë profil përdoruesi në sistemin e shërbime tatimore të regjistrohen sa më shpejt. Qasja në deklaratën tuaj është e drejtë dhe përgjegjësia juaja. Vetëm përmes sistemit mund të kontrolloni nëse keni detyrim për pagesë, shtesë ose të drejtë për kthim të tatimit, thuhet në njoftimin e Drejtorisë të Ardhurave Publike.
Këshilli programor i radio-televizionit të Maqedonisë ka përzgjedhur sot Gjulian Shabanin për pozitën e zëvendës drejtorit të servisit publik radio-televizioni i Maqedonisë. Nga 8 kandidat në konkurs, programi i punësit Gjulian Shabanit u zgjodh si më i miri. Sipas biografisë së tij, ai pas vete ka 20 vite përvojë profesionale në fushën e medias, televizionit, komunikimit dhe menaxhimit. Shabani ka punuar në disa prej mediave në vend, ndërto në TV Hana, TV Era, Alsat M, MRTV, A1 Televizion dhe TV Njesenja, ku ka ushtruar funksione në regji televizive, produksion, menaxhim dhe komunikim. Shabani ka udhëhequr edhe kompani dhe projekte në fushën e marketingut, produksionit audiovizual dhe komunikimit strategjik, duke bashkëpunuar me institucione publike, kompani private dhe partner ndërkombëtar. Pas 5 vitesh pa zëvendës drejtor, Këshilli programor i radio-televizionit të Maqedonisë ka emëruar Gjulian Shabani në detyrën e zëvendës drejtorit të transmetuesit publik. Pozita e zëvendës drejtorit kishte mbetur e paplotësuar që nga viti 2021, ndërsa me këtë vendim plotësohet një nga funksionet drejtuese më të rëndësishme në RTVM. Ndërkohë, në lidhje me emërimin e zëvendës drejtorit të RTVM-s, kanë reaguar nga partia opozitare shqiptare BDI, të cilët e cilësojnë si emërim të paligjshëm dhe theksojnë se kjo është kapje brutale e institucionit publik. Integristët e dënojnë ashpër vendimin, siç theksojnë skandalos, i cili sipas tyre është në kundërshtim flagrant me ligjet dhe çdo standard profesional. Partia opozitare vlerëson se ky vendim përbën precedent të rrezikshëm dhe sinjal alarmi për politizimin e plotë të mediave publike. RTVM, sipas tyre, po shndrohet në vegël partijake, duke humbur funksionin e saj si shërbim publik i pavarur. Ndaj, ata kërkojnë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit që menjëherë të hap procedurë dhe të anulojë këtë emërim të paligjshëm. Njëkohësisht, ata i bëjnë thirrje dhe shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, Këshillit të Etikës në media dhe faktorëve ndërkombëtar që të reagojnë ndaj këtij politizimi të hapur. Policia ka njoftuar se mbrëm rreth 3 orë pas mesnate në lagjen Karposhtë të Shkupit është djegur një automjet i markës Passat në pronësi të personit me iniciale GR. Në media është raportuar se automjeti është në pronësi të gjyqtarit të gjykatës së apelit Gjoko Ristov, ndaj të cilit prokuroria ka ngritur akuza për fshehje të pasurisë dhe pastrim parash, pasi në murin e kuzhinës në shtëpinë familjare të prindërve të tij janë gjetur 350.000 euro. Më 20 janar, MPB ngriti kallëzim penal kundër gjykatësit të apelit Gjoko Ristov për përfitim të kundërligjshëm dhe fshehje të pasurisë dhe pastrim parash dhe të ardhurash tjera nga vepra penale. Irani goditi bazat ushtarake amerikane në vendet arabe të lindjes së mesme në hakmarrje për bombardimet e ripërtrira të Bregdetit të tij jugor. Sulmet e SBA-s ndaj Iranit vijnë mes një përplasje në rritje mbi ngushticën e Hormuzit. Tensioni i fundit pason njoftimin e dieshëm se ushtria amerikane goditi të paktën 140 objektiva në Iran dhe Teherani nisi sulme hakmarrëse ndaj Bahreinit, Kuvajtit, Omanit, Katarit dhe Jordanisë. Presidenti i SBA-s Donald Trump pretendon se ngushtica e Hormuzit është e hapur, ndërsa autoriteti i ngushticës së gjirit persik të Iranit këmbgul se nuk lejohet asnjë udhtim derisa të rivendoset stabiliteti dhe qetësia. Këshilli i Bashkimit Evropian emëroi diplomatin gjerman Dirk Schubel si përfaqësues të ri të posaçëm të BE-s për Kosovën. Ai do të marrë detyrën më 1 shtator 2026 me mandat fillestar 2 vjeçar, duke pasuar estonezin Aivo Orav. Schubel është diplomat me përvojë të gjatë në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm, Komisionin Evropian dhe Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë. Aktualisht ai drejton divizionin për Rusi në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm.
Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve, ndërsa bashkë do të shihemi në edicionin qendror. Deri atëherë, miru takofshim.